I fërkoni sytë shpesh përse duhet ta hiqni këtë zakon të keq. Orë të gjata para kompjuterit, cilësi e keqe e ajrit apo thjesht një zakon, cila është arsyeja pse i fërkoni sytë. Mjekët thonë se definitivisht nuk është një ide mirë. Dermatologët këshillojnë t'i mbani duart larg syve, sepse zakoni i fërkimit mund të ndikojë seriozisht në pamjen shëndetin tuaj. Sytë e përgjakur. Sytë e përgjakur mund të shkaktohen nga fërkimi derisa të shpërthejnë kapilarët, thotë dermatologët, rrath të zinj. Fërkimi kronik gjithashtu mund të çojë në rrath të errët nën sy, të njohur si hiperpigmentim progresiv. Sa më errët lëkura juaj, aq më keq mund të jetë. Dëmtimi i kornes. Fërkimi kronik jo vetëm që dëmton lëkurën e qepallës, por mund të shkaktojë edhe mikrogërvishtje në kornea, e cila mund të çojë në turbullim të shikimit. Rreziku i infeksionit. Sytë janë një terren ideal për infeksione, sepse mikrobet nga duart mund të hyjnë lehtësisht në trup përmes mukozës së syrit, thonë dermatologët.